Për sa i përket marrëdhënies me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, tani kam qenë i pari që kam vënë në në dukje si në komisionin e ligjeve, kur kanë qenë raportimet, problemet që kemi pasur me Këshillin e Lartë të Prokurorisë për mënyrën e ndërveprimit, që ka qenë, le të themi, në vitet e para shumë defektoze, për shkak të lëvizjeve të prokurorëve, transferimeve, caktimeve të përkohshme të tjera, të cilat në gjykimin tim është dashur patjetër të bëhen në koordinim me prokurorin e përgjithshëm, për një arsye të vetme. Prokurori i përgjithshëm, në fakt, në bazë të ligjit, është ai që mban përgjegjësi për mirë funksionimin e sistemit. Dhe në qoftë se lëvizjet e prokurorëve bëhen pa konsultuar paraprakisht, me nevojat që ka prokurori, ose me vizionin që ka prokurori i përgjithshëm, me identifikimin që ai bën problemeve për zyrat e ndryshme, se ku ka nevojë që të ketë apo mos ketë më tepër prokuror, atëherë le të themi që ka dështuar mekanizmi.